to introduce also since recently in Pristina. So this is just beginning of the phase because we train just. Domethënë e menaxhon një jo duhur smundje, dhe pastaj vjen të navesh me komplikime. Për me euro faktor të rrezikut të smundjeve kardiovaskulare, mbas vlerësimit që bëhet klinik. Smundjes kardiovaskulare, atër në bas kësaj ne referojmë këshillimore që për mes These are other offices with family doctors. To our citizens, also night shifts available, yes, 24. Which during the night from 7 evening till 7 o'clock in the morning, we might. Ona kemi qenë trajt një 2 ditor, po jena trajnu për mënyrën se si të morrim anamnezën prej pacientëve. Po mos të ndeshën gjatësin. Fish, se po problemun për shtatësi. Ja, dikush të po me pas pamjen e fytyrës. Jemi këtu për një iniciativë me rëndësi të veçantë për shëndetin publik të qytetarëve të qytetit. Po fillojmë punën e dhomës për promovim dhe edukim shëndetësor për menaxhimin e smundjeve bionxhitse. Në një kohë kur smundjet bionxhitse, si diabeti, hipertensioni, smundjet kardiovaskulare dhe obeziteti, po përrat për një ritme të larta, nevojitet një qasje më gjithë përfshirëse për ndikuar në mënyrë pozitive tek sjellja shëndetësore të popullatës. Kjo dhomë nuk është thjesht një hapësirë fizike, ai është një qendër e dijes, motivimit dhe mbështetjes për çdo individ që dëshiron të përmirësojë jetën e tij. Qëllimi i saj është të edukojë dhe fuqizojë qytetarët që të kuptojnë më mirë smundjet bionxhitse, të njohin faktorët e rrezikut, si dhe të marrin masa për parandalimin dhe menaxhimin. Përmjet sesioneve edukative, këshillime profesionale, aktivitete praktike dhe materiale informuese, kjo dhënë do të shërbejë si një urë lidhëse midis sistemit shëndetësor të qytetit dhe komunitetit. Një nga aspektet më të rëndësishme është se kjo dhomë promovon vetë menaxhimin, duke ndihmuar individin të bëhet aktiv në kujdesjen për shëndetin e tij. Pacientët të kenë mundësi të mësojnë si të kontrollojnë presionin e gjakut, nivelin e sheqerit gjak, ushqimin në mënyrë të shëndetshme, të përfshinë aktivitete fizike dhe të përballojnë stresin në mënyrë të sigurt. Të gjithë dinë se parandalimi është më i mirë se trajtimi. Dhe kjo dhomë është një akt i madh në drejtimin e duhur. Ajo fuqizon individin dhe mbështet komunitetin në përballje me sfidat qendrore të shekullit 21. Ky shërbim që po sot nuk do të bëj pa përkrahjen e agencionit zyrtar për zhvillim dhe bashkëpunim, së bashku me ACH-n që është implementuese dhe facilituese e projekteve të këtij agencioni. Prandaj, një falënderim i veçantë shkon për agencionin për zhvillim dhe bashkëpunim, jemi falënderues të rjetën, pastaj ACH-s, Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe gjithë partnerëve që kanë përkrahur fillimin e kësaj projekti. Dhe të përqafojnë këtë ide dhe të punojmë së bashku për një shoqëri më të shëndetshme. Faleminderit për vëmendjen dhe tash më lejoni që në emër tuaj të thras për një fjalë, do të invitojmë të thonë që në emër të agencionit të adresohet në rast në hapjes së kësaj qendre sot për promovim shëndetësor. So it's a pleasure to be here with all of you today. Some familiar faces from here, from the Ministry of Health, from NIPH, from the municipality of Pristina, but even from people from Libya, etc. Janë disa fytyra të njohura nga agjencione të ndryshme, departamente, disa nga qendra shëndetësore, nga Libyani e tjerë. But first and foremost, actually, the most important people here in the room, I think, are all the health professionals who are working daily. A very, very important job, but I think appreciation for all your efforts, I think that is very important for us. Po për neve shumë ajo dhe shka shumë e rëndësishme është më stafi shëndetësor që për çdo ditë bën përpjekje të tyre që të punojnë, domethënë me pacientët të ofrojnë shërbime pacientëve. As you know, the whole opening, the inauguration today, it's a great occasion. It's always nice to open something, but I think more importantly just than to open it is the overall project, which has achieved already a lot of progress and results. Domethënë përpos hakës se çdo herë kemë domethënë dojmë po inaugurime sa më po çështja është domethënë të ato puna që është bërë në vazhdimsi domethënë të projektit. The so-called accessible quality healthcare project, which we talk about, is a very
successful project, I would say. Great collaboration with municipalities and the ministry, but also Projekti i OQS domethënë është një projekt shumë i rëndësishëm, domethënë që ka ndërlidh institucione të ndryshme në Kosovë. But also, I don't want to go into details because I believe Gens or someone else can perfectly respond to any of your questions and surely has a lot of these nice fact sheets of the projects, and you most probably also know about the project already. Ju sigurisht njihni për projektin, kështu që nuk po duhen personalisht hyn në detaje sepse Genci apo dikush prej OQS domethënë në mënyrë perfekte mund të tregojnë eventualisht në sekondë i pyetje për diçka. I still wish to underline the project has started already back in 2016 and up to the time to 2027, Switzerland will have provided financial support of 23 million euro to that project. Projekti ka filluar në 2016 dhe do të shkonte në 2027 dhe përpas kësaj domethënë qeveria zvicrane ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Sidomos do të ofruar një shumë diku prej 23 milion. While it overall has different interventions that all try together to strengthen the primary healthcare services, Domethënë përmes politikave të ndryshme në disa segmente kemi munduar ta fuqizojmë kujdesin parsorë shëndetësor. it also has a special focus on addressing the non-communicable diseases, which I will touch upon a little bit more in detail. Domethënë veçanërisht kur kemi të bëjmë me sëmundjet jo ngjitse, ku I prek këtë drejtim. Because for me, like almost 12, 13, 14 years back, I started the career with the Swiss development agencies at the position in the UN where we are talking about the non-communicable diseases. Domethënë para disa viteve, diku 14 vite më shumë, kemi veç ka filluar domethënë të punojmë këtë pozitë në Kombet e Bashkuara dhe kemi folur në atë kohë për sëmundjet jo ngjitse. And I personally feel the non-communicable diseases, this term, it's terrible and no one understands what it is, and especially not people in the public. It's just like a weird name. Domethënë për ne më ka qenë jam një pazakon sepse nuk I kemi ditë domethënë e veç masë popullata gjë nuk e ka ditë domethënë se për çfarë bëhet fjalë. Si sëmundje jo ngjitse. But actually, once you learn what it's all about, you realize how important it is and how it affects our lives. Mirë po kur ta mëson se çfarë është, sigurisht domethënë e kuptoni pastaj edhe ndikimin në jetën e përditshme se çka do të thonë. Therefore, I also want to kind of remind of all Më duhet të përkujtoj në këtë rast të kaluarën that it is very important that people, not health professionals, but people, patients, like people, like the normal citizens, që domethënë qytetarët në këtë rast jo stafi shëndetësor, por qytetarët also get educated on about these NCDs and what it is, how to prevent them, but if you have them, how to also best address them. domethënë të në një farë mënyrë të njoftohet më specifikisht se si ta trajtoj, domethënë si ta kuptoj ta, por në domethënë ndryshe pastaj edhe nëse e kanë ato se si ta trajtojnë ato në vazhdimsi. And why I do feel it is important is exactly because in middle and lower income countries, it's a main cause of death and kills globally every year 32 million people. Dhe në vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme I vret dikon kjo sëmundje domethënë deri në 32 milionë persona. We have talked with the colleague from the Pristina municipality before. As we all know, the levels of NCDs in Kosovo overall and also in Pristina are above average, really high. Edhe kemi folur me komunën e Prishtinës edhe kemi diskutuar këtë punë se sëmundjet jo ngjitse domethënë në vazhdimsi po rritet niveli I prekurve nga kjo sëmundje dhe është mbi mesataren. And all the informative meetings and briefings that I've had with my colleague Merita, Edhe në takimet apo briefingje që kam pasur me kolegën Meritën, I also learned about the fact that one of the entities, the cardiovascular diseases, are a major cause of premature deaths in Kosovo. edhe sëmundjet domethënë që vijnë nga ato kardiovaskulare domethënë shkaktojnë vdekje të parakohshme. The World Health Organization, WHO, says that 80% of premature deaths, which is, we're talking about people between the age of 30 and 70, could be prevented. Edhe domethënë sipas OKSH-s këtë sëmundje domethënë mund të prevenohen nëse faktikisht punojnë në këtë drejtim. So if we get there to prevent at least part of these premature deaths, we are not only helping people to be healthier and have less sorrows and
and be sad because their family members pass away. Edhe domethënë në përpos saj, domethënë mund të ndihmojnë njerëzve, sidomos nga mosha 30 e lart, që të parandalojnë smundjet edhe t'ja vlerësojmë ato dhimbje. But I think it would also be a super great contribution towards better, like people feeling better and also contributing to the sustainable economic development of Kosovo. Edhe normalisht ata kontribuojnë domethënë duke pikësisht duke u ndjekur për vetë mirë dhe pastaj duke kontribuar edhe për Kosovën apo vendin e tjerë. So therefore, I'm particularly happy today's inauguration of the health education promotion room is happening. Kështu që unë jam shumë i lumtur që sot po bëjmë inaugurimin e dhomës për edukim dhe promovim shëndetësor për smundje jo ngjitsa, por ndryshe si qendrore. Because it's helping that not only the health professionals but also the patients themselves know better about the NCDs, how to prevent them, how to treat them when they have it. Domethënë sepse kjo i ndihmon edhe pacientët normalisht për postave shëndetësore dhe pacientët që vinë edhe të mësohen të edukohen, domethënë se si ta trajtojnë atë. And through that, Nëse kanë. and through that basically you help them having a healthier life, a happier life, and also to contribute to the sustainable economic development of Normalisht Kosovo. të kenë një jetë më të mirë, më të shëndetshme edhe përfundimisht të kontribuojnë edhe për Kosovën. So I'm again very happy to see the inauguration of this room today, and I feel I'm also appreciative that I see what the municipality of Pristina is doing. Edhe jam shumë i lumtur që po hapet kjo, po bëjmë inaugurimin, po edhe ajo çfarë ka bërë Komuna e Prishtinës. And at the same time I encourage the municipality of Pristina also to do much more to people here, not only that they know about the NCDs, but that they also have a better environment in which they can live healthier and contribute to the well-being of Kosovo and the great Edhe future. inkurajojmë edhe Komunën e Prishtinës që të puna më shumë, domethënë jo vetëm këtë drejtim për smundje jo ngjitse, por edhe të krijojnë një ambient më të shëndetshëm për me jetu, po pastaj ata mund të kontribuojnë vendit. With that, I wish you all a great day and a good time ahead, healthy and happy lifestyles. Jo,